Po i njëjti person është ai gëzuar. Po, që po të pse se bën kryeministër? Una? Pse se bën kryeministër Glaukun? Pse ka bën sot bin pishman. Apo pse? Sepse nuk ka pas marrëveshje. Pa marrëveshje politike. Çfarë marrëveshje po donti më ai punu dikush që ka 5 tani kanë zgjedh kryeministra? Jo, për kryeministës po flasëm me 5 tani. As ju kanë përzi. Unë e thash edhe një herë, zemërgjërsinë e zotit Kurti që i fiton 5% i thot, hajde të dëgjojmë dikant pa libres partioke. Kjo e çon sigurt në zgjedhje shqipe. Aja kanë diskutuar ai ministër. Asnjë. E ki të drejtën, zgjedhë kanë dush minister, e ka rrit numërin e ministrave, e ka rrit numërin e zëvendës ministra ma shumë se atë kohën e Panit, kur e kritikojshin kur ka pas zëvendës ministra, ma shumë e ka botash, e kritikuar, por nuk e ndalu, nuk bën asnjë veprim për me parandalu se s'mujnë. Sepse i ka votat, në këtë rast nuk i ka votat, kur nuk i ki votat, nëse ki vullnetin... Që isha zhidhe se s'po me di cila zhidhe, se këta me... Nëse e ka vullnetin me zgjedh presidentin e venit, ose ju propozon do emna që nuk janë të partiz vetit, dhe qëta janë 3-4 emnat që për mu dhe për partin janë pranushëm, a janë të pranushëm për juve, ose ju thet atyre sinqerisht, unë nuk kam kandidat, i tërjek në nshkrimet, i tërjek ta 2 kandidatë dhe thëtë, hajde qitë në ju emnat, edhe t'i shoh apo i pranoja ju. Në momentit që po takohet, logikisht, në momentit që është takusët, edhe po takohet nesër, ai e kalon të hapën në kandidat.